Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë edhe këtë të premte do të jemi rreth 1 orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ditën e sotme do të prezantojë historinë për herë të parë të humbjes së një 58 vjeçari nga Skrapari dhe bëhet fjalë për Aslan Ilaslari, dashur miq, i cili ka humbur gjolli kontakti me familjen e tij në nëntorin e vitit të 2019. Regjia më ndihmoi me pasaportën që stafi ka përgatitur. Ky është Aslan Ilaslari, një 58 vjeçar nga Skrapari që ka humbur kontaktet po nga Skrapari në nëntorin e vitit 2019. Prej 7 viteve familja është në kërkim dhe ende nuk ka zbuluar asgjë për fatin e tij. Ky 58 vjeçar u nis të punonte çoban në një fshat të Skraparit me emrin fshati Kuq dhe nga aty humbi çdo lloj gjurme. Vllai i tij, Agimi, ka mbritur në studion e emisionit Pa Gjurmë për ta denoncuar pasi kanë kërkuar 7 vite dhe nuk e kanë gjetur dhe shpresa e fundit është ekrani i Report TV dhe unë dua ta përshëndesim një herë zotin Agim. Përshëndetje Agim dhe mirë se erdhe. Faleminderit, përshëndetje ju si gazetare, stafi drejtues dhe gjithë TV raporteve, më falni. Të falenderoj që të kam sot në studio dhe mbi të gjitha, edhe dje kisha një patriote në studio dhe sot kam një patriot dhe pse nuk u njoh dhe më vjen keq kur mësoj historira nga vetlindja ime që ka njerëz të humbur dhe një prej tyre është dhe vllai juaj. Nga cili vend i Skraparit jeni? Gradeci i zonës të Morricës. E kap të Morrica. Por vllai ka humbur ku konkretisht? Unë po bëj kontakt me të që në fund të tetorit të 2019-s. Po? Më ka dhënë numrin vllai tjetër që është në... A ju nis për punë? Po. Në çfarë vendi? Ka qenë edhe para 7 vite ka qenë tek një pronar. Bëhet fjalë për çfarë zone, çfarë fshati? Quhet fshati Kuq. Zona e Tomorrisë më tan që i ndan lumin me. Kuq. Kuq, fshati Kuq. Fshati Kuq, po. Kështu që quhet fshati Kuq. Po. Ku ka humbur jo Kuqi i Vlorës, por Kuqi i Skraparit, që ka humbur çdo lloj kontakti me ju. Ne do të jemi bashkë Agim gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe do ma tregosh të historinë, ndërkohë ju keni arritur të zbuloni edhe një numër të pronarit të tij që e ka marrë për çoban, por ai nuk e hap telefonin. Nuk e hap telefonin. Unë ditën e sotme do e provoj, do ta telefonoj këtë zotëri nga Skrapari, ku dyshohet se për herë të fundit ka punuar Aslan Ilaslari në fshatin Kuq të Skraparit. Por, do m'japësh lejen, më duhet të shkoj në një lidhje direkte në Spille, pasi një qytetar nga Spilleja mbrëmjen e dieshme ka gjetur një të ri në mes të rrugës, e ka strehuar, i ka dhënë ushqim, ai ka probleme të shëndetit mendor dhe realisht kërkon të identifikohet për t'i gjetur familjen. Elton Kaja na ka nisur një video, regjia do ma mundsoj në këto momente, një video të këtij djalit të ri, i cili fatkeqësisht ka probleme shëndetit mendor, ditën e dieshme është gjetur në zonën e Spilles. Qytetari me emrin Elton Kaja e ka marrë edhe në makinën e vet, e ka çuar në një hotel, i ka dhënë ushqim për mos ta lënë në rrugë. Personi në fjalë tregon që është nga Puka, përmend emrin Kol, por nuk dihet realisht se kush është. Kështu që në një lidhje direkte nga Spilleja do të kemi qytetarin Elton Kaja, së bashku do të ketë edhe personin e humbur me shpresën që kushdo që është duke na ndjekur në këtë transmetim live mund të na ndihmojë për të gjetur familjen e këtij të riu që ju po shikoni në ekranin tuaj dhe dua të përshëndes Eltonin. Elton, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Unë të falenderoj realisht që të kam sot në këtë lidhje dhe mbi të gjitha një qytetar që i ke dhënë ndihmë një personi që ke gjetur dije në rrugë. Po. Mund të më E kemi gjetur jashtë mbrëm, edhe pam të palar, pa ngrën si një qytetar që ishte. Edhe e morëm me sistemon me ftejt, edhe unë ngrejtën në gjesë. Edhe i kosh nga jam nga Puka kande. Pastaj më kande një emër ndryshe, mas 10 minutësh në emër ndryshe prap. Që emër ndryshe më shok një emër thash, unë jam Zani Caushi më thotë tani. Elton, foto dhe pamjet i kemi, por dëgjoj zërin e këtij djali. Mund ta marrësh aty afër në kamër djalin të afër jush? Përshëndetje. Përshëndetje. Elton, nëse ai nuk më dëgjon mund ta pyesni. Na thoj dhe një herë si quhet? Si quhet, si kem? Zani Caushi. Zani Caushi. Ka probleme fatkeqësisht të shëndetit mendor, dërse kuptueshme. Çfarë probleme, shoku? Sa vjeç jeni zotri?
1 miliard vjeç. Ndërkohë të lutem, Elton, mos ta abuzojmë, ai duket qartë që ka probleme, mund ta largojmë dhe pak nga ambienti, duket që ka probleme shëndetit mendor dhe kjo është një fatkeqësi e madhe. Ka probleme me shëndetit mendor, dalin kurvat aty s'ngjojnë aty. Elton, jemi në transmetim, të lutem, dhe mund të largohesh pak ti, mos ta abuzojmë me këtë të ri që fatkeqësisht për shkak të problemeve ka përfunduar në situatë rruge, kushdo që e nje është i lutur të lidhet live me emisionin Pa i Gjurmë për ta identifikuar dhe për t'i gjetur familjen. Ndërkohë që Eltoni po lëviz, realisht ta kemi në një ambient tjetër. Jemi në këtë transmetim live, duhet jemi të kujdesshëm për çdo gjë që nxjerrim në transmetim. Ndërkohë personi që ishte duke folur është personi që po shikoni në foto, ka shprehur tek Eltoni që mbiemri Kola ka thënë dhe është nga Puka. Ju bëj thirrje gjithë qytetarëve të Pukës, kushdo që e njeh këtë person është i lutur të lidhet direkt me emisionin Pa i Gjurmë. Unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa i Gjurmë Report TV. Ndërkohë e kam Eltonin. Elton. Po, do. I dashur Elton, të lutem, e pamundur që të zhvillonim një bisedë, ndoshta do të mësonim ndonjë detaj nga personi. Të lutem, çfarë ka shprehur për ty, që jam nga Puka, ndonjë të dhënë tjetër, çfarë të ka dhënë? Jam nga Puka, ka thënë emër Kola. Kola, sepse ne kemi një person të humbur nga Puka, konkretisht nga Fusharza, i cili ka mbiemrin Kola dhe bëhet fjalë për Enkrist Kolën, dhe ditën e sotme gazetarja ime Ersela ka bërë të pamundurën të lidhet me vllajin, por nuk kemi mundur dot të lidhemi me familjen Kola nga Puka. Telefoni është i mbyllur, vazhdon të jetë ende i mbyllur dhe dyshojmë që mund të jetë Enkrist Kola, 22 vjeçari nga Fusharza e Pukës, që është larguar nga shtëpia në 13 shtator të vitit të kaluar, të vitit 2025. Kemi bërë dhe një foto krahasuese, duke ditur që ky person mund të ketë një kohë të gjatë në spille, në situatë rruge, dhe nuk kemi të sigurt. Enkrist Kola, këtë foto e kemi marrë nga pasaporta e tij, që ka qenë shumë i ri realisht, përpara 8 viteve është realizuar kjo foto Enkrist Kolës, ndërsa personi që shikoni nga ana tjetër është personi i gjetur në spille, një i ri me probleme shëndetit mendor, që thot kam emrin Kola, po në të vërtet Enkristi ka mbiemrin Kola, dhe thot jam nga Puka. Të dhëna shumë të afërta me Enkrist Kolën, por duke ditur që nuk lidhemi dot me familjen Kola, gazetarët e mia do të lidhen në këto momente menjëherë edhe me policinë e Fusharzës për të bërë këtë verifikim dhe me shpresën që mund të jetë Enkrist Kola, 22 vjeçari që kërkohet në studion e emisionit Pa i Gjurmë. Elton. Po do. Ai të ka thënë mbiemri, të ka thënë se quhem Kola. Kola. Ndërkohë ndonjë emër tjetër e ke pyetur për nënën, babajn, vëllezrit, çfarë të ka thënë? Nuk i tregon atë, thot vetëm pastaj kur e pyes për emër jam Zani, thot. Pastaj ndryshon emër tjetër prapë. E mirë, e qartë, këto janë të dhëna që nuk përkojnë sigurisht me ato që ai thot, por ndoshta në një gjendje qetësie, se më duk pak irrituar kur ishte në transmetim live, por ndoshta në një gjendje qetësie, mbrëmjen e dieshme, nuk të ka dhënë asnjë lloj detaj për familjen. Jo, mbrëm në dieshme jo, po sot në mëngjesme që po flisim më shumë. Se mbrëm me sistemova, i bërë me hangë restorante dhe sistemova me fletë. Unë sinqerisht të falenderoj, Elton, që ke bërë këtë gest, ke gjetur një person i cili është i sëmur fatkeqësisht nga shëndeti mendor, e ke marrë në makinën tënde, i palar, e ke futur në makinë, i ke dhënë ushqim, e ke çuar në restorant, i ke rezervuar dhe dhomë që ai të flejë mos rri jashtë. Bravo, sinqerisht bravo për gjithë. Jena shqiptar mbi gjitha, gest. Do bëjmë bajoni tjetrin. Të falenderoj publikisht për gestin që ke bërë dhe ndihmën që i ke dhënë atij të riu i cili realisht nuk di se ku ndodhet dhe nuk di se kush është. Kështu që dua t'i bëj një thirrje të madhe të gjithë audiencës time në këto momente, kushdo që është duke më ndjekur, kushdo që mund ta njohë personi që po shikoni në foto dhe regjia do të shfaqi fotot e këtij të riu që është gjetur ditën e dieshme në spille. E theksoj është i ri, thot jam nga Puka dhe përmend vetëm emrin Kola.
Ne dyshojmë se mund të jetë Enkrist Kola, 22 vjeçari nga Puka, që është kërkuar në studion e emsonit pa gjurmë nga vllai i tij Denis Kola. Uroj që familja Kola atje duke më ndjekur në këtë transmetim dhe të lidhet me ne të pamundurën ditën e sotme për të lidhur me familjen Kola, por në këto momente patjetër ne do lidhemi për ta bërë denoncimin, jemi live për të lidhur me policinë e Fusharzës, aty ku babai i tij, vllai i tij ka bërë një denoncim dhe policia e kërkon. Kështu që Elton, ne do jemi në kontakt të vazhdueshëm, do të jesh në kontakt edhe me gazetaren time Ersela, e cila në këto momente është duke njoftuar policinë e Fusharzës për të dhënë informacionin e këtij djali që thot emrin Kola me shpresën që është Enkrist Kola. Okej, Alberto. Të lutem, Elton, ndoshta pas kamrave mund ta pyesësh çfarë të kujton emri Enkrist? A quhesh Enkrist? Po, normal që do të pyes. Ndoshta ai e kujton këtë emër dhe mund ta pohoj që jam unë. Se është një situatë shumë e vështirë, në problemet që ai ka, nuk arrin dot t'i besosh se çfarë fjale mund të nxjerrë nga goja. Kështu që do mbetemi në kontakt dhe të falenderoj i dashur Elton. Faleminderit Elton. Mirë, isha me këtë qytetar live nga Spilleja, i cili ka gjetur një të ri në rrugë në Spille dhe kërkoi ndihmën e emisionit pa gjurmë me shpresën për ta identifikuar, për të gjetur familjen dhe për të kthyer në shtëpi. Kushdo që e njeh këtë të ri, jeni duke parë në ekran, në fakt ne dyshojmë se mund të jetë Enkrist Kola, por nuk jemi të sigurt, vetëm familja, vllai dhe babai mund të jenë ata që ta pohojnë apo ta mohojnë. Ne dyshojmë, por nuk dihet se kush është ky i ri, që nuk dihet se sa kohë ka në situatë rruge, është gjetur në Spille, është marrë nga qytetari Elton Kaja, i cili e ka marrë me makinë, madje i kishte blerë edhe xhupin që ka veshur, e ka ndihmuar me ushqim, e ka strehuar dhe kërkon ndihmën për t'i gjetur familjen. Ne do të lidhemi me policinë e Fusharzës për ta bërë këtë verifikim, por dhe nëse nuk është Enkrist Kola, është një djalë i ri, një djalë nëne, le të themi, që mund të ketë ikur nga shtëpia dhe ndodhet në këtë situatë kaq të vështirë, në një situatë rruge dhe konkretisht në Spille. Mirë, në këto momente unë dua të prezantoj edhe kronikën e Enkrist Kolës, 22 vjeçari nga Fusharza që ka humbur kontaktet me familjen në 13 shtator. Sipas vllait të tij Denisit, Enkristi ka pasur probleme të shëndetit mendor, ai ka dalë nga shtëpia mbrëmjen e 13 shtatorit dhe nga ai moment familja nuk mundi dot të mësonte për fatin e tij dhe drejtimi ngeli i paditur. Dua të prezantoj historinë e Enkrist Kolës në këto momente dhe rikthehemi. Prej datës 13 shtator, familja Kola nga Fusharsi i Pukës po jeton ditë të vështira pas humbjes së çdo kontakti me Enkrist Kolën, 22 vjeç, që nga ajo ditë afërmit nuk kanë marrë asnjë informacion për pendodhjen e tij. Në emisionin e kaluar, vllai i Enkristit tregoi se ai ishte larguar papritur dhe se kjo nuk ishte hera e parë që ndodhte diçka e tillë. Megjithatë, këtë herë familjarët janë tepër të shqetësuar, pasi ditët po kalojnë dhe nuk kanë asnjë lajm nga ai. 18 ditë kanë kaluar. 18 ditë që nga data 13 shtator. Që nuk keni marrë vesh asnjë lajm për vllain. Asnjë lloj lajmi, asnjë lloj informacioni nuk ka fare. Ka pas qenë larguar herë drejt Tiranës, ka parë, por ka shkuar me furgonë, ktheu me furgonë vet. Kurse kështu është hera por që largohet edhe kaq shumë ditë dhe nuk është kthyer. Jo, fare. Me datën 13 shtator i bjesha në telefoni se dola ta kërkoja, se normal, u shqetësova se nuk kanë në shtëpi. Dola ta kërkoja gjithë natën qytetit, kam ndenjur deri ka ora 2-3 natës. I bjesha telefonit, i shkoke thira dhe thjesht ma mbyllke. Atë ditë nuk kam qenë në shtëpi, kam ardhur në darkë vonë nga ora 9:40 e darkës. Vjen në shtëpi dhe nuk e gjej vllain aty, më thot babai kështu. Nuk ka ardhur vllai, ka dalë që nga ora 7:20, nuk është këtu. Po thash, po pse, si ndodhi? Tha thjesht më ka thonë kështu, jam detyruar sa është ardhur me mpreti burr. Edhe tha pyetja kush është ai burr, tha nuk e njeh tha. Pas ka pasur nga problemet e shtetit me dorë, po nuk ka qenë shumë i rrezikshëm për komunitetin. A kupton? Nuk ka qenë i dhunshëm, agresiv për komunitetin. Ka qenë me ilaçe, a kupton, ilaçet. Mjekoj. Merrte medikamente. Po nuk ka qenë në atë mënyrë sa mos ta dije sa të thonë, sa thotë. Sipas vllait, Enkristi ka qenë një djalë i vetmuar, që nuk kishte shumë shoqëri. Gjendja e tij emocionale dhe shëndetësore është përkeqësuar veçanërisht pas vdekjes së nënës, rreth 6 vite më parë, ngjarje që e ka prekur thellë. Ka qenë pak e rënduar, me thënë drejtën. Kur themi i rënduar, si ta kuptojmë? Rëndum pak me veti, i vetmyllur më shumë, a kupton?
Kishte shprehur ndonjë shqetësim? Jo, fare. Fillën mbas vdekjes së nënës time. Ka fillu mu përkësu, a kupton, sa thonë në ato momente pas 5-6 muajve dorë edhe unë lëvizja jo shtetit dhe ishte kërcirë vetëm, baba në punë dhe ma mërë meja se mund E ka përjetuar shumë. Shtrydh me vetën edhe a kupton, e ka përjetuar shumë keq. Familjarët nuk përjashtojnë as mundësinë që 22 vjeçari të jetë rrëmbyer, madje edhe shprehin frikën sa i mund të mos ndodhet më në Shqipëri. Ata u bëjnë apel autoriteteve dhe qytetarëve që nëse kanë ndonjë informacion për të riun, të kontaktojnë menjëherë policinë ose familjen. Tash po, duke marrë parasysh atë që ka thonë, edhe duke marrë parasysh se një pjesë kamera nuk funksionoi dhe ca nuk e japin, unë mendoj se më ndjen në rrëmbim. Më ndjen në rrëmbim dhe momentalisht s'më ndjen këtu në Shqipëri. Fare. Në fakt, to kanë qenë disa momente të shkëputura nga emisioni kur vllai i Enkrist Kolës, Denis Kola, ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar largimin e të vllait dhe mbi të gjitha ka treguar se pas vdekjes së nënës, kjo gjë kishte ndikuar shumë në shëndetin mendor të Enkrist Kolës dhe prej asaj kohe le të themi gjendja e tij sa vinte dhe përkeqësohej. 22 vjeçari nga Fusharza ishte larguar dhe herë të tjera nga shtëpia, por hera e fundit e theksoi është 13 shtator të vitit të kaluar, ndërkohë që është një telefonat që regjia duhet ta presi. Në regji këtë telefonat, ndoshta mund të jetë një informacion për Enkrist Kolën që ne po trajtojmë në këto momente, i cili është larguar nga shtëpia në 13 shtator të vitit kaluar dhe nga i moment nuk dije se çfarë ka ndodhur për fatin e tij. Informacioni që mbriti ditën e sotme nga qytetari Elton Kaja për një të ri që ishte gjetur në Spillet, dyshojmë që mund të jetë Enkrist Kola, por uroj dhe shpresoj që familja Kola të na ndjeki, të na telefonojë, ndërkohë që është njoftuar edhe policia e Fusharzës, e cila kjo e fundit po lidhet dhe me Elton Kajën për të shkuar në vend dhe për të marrë atë të ri që dyshohet se thotë jam nga Puka dhe uroj të identifikohet ditën e sotme. Nëse nuk është Enkrist Kola, vazhdoj ta theksoj, është një tjetër i ri që ndoshta mund të jetë nga Puka dhe ka nevojë për ndihmë. Nuk e di nëse kanë mbritur informacione, do t'i verifikojmë të gjitha informacionet ditën e sotme, sepse edhe regjia më njofton që kanë mbritur disa telefonata, ndërkohë që edhe një telefonat mbriti në telefonin e studios. Bie dhe unë do ta respektoj këtë telefonat që vjen në këto momente, ndërkohë që këto telefonata duhet të priten nga gazetarët e mi në regji, që sepse nuk kam kohë. Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Po. Bëjt fjalë për të riun nga Fusharza, po? Po? Je duke na ndjekur në transmetim live? Sepse ne kemi paraqitur sot një të ri nga Spilleja Zotri që është gjetur në gjendje rruge dhe dyshohet për Enkrist Kolën, por është ai, ju jeni kushuriri i Enkrist Kolës. Ta kem pak audion edhe për publikun, ju lutem regjia më ndihmoni, mos ma mbyll telefonin. Ta kem edhe këtë lidhje telefonike. Zotri, më dëgjon? Po. Atëre, ju po më tregoni që fotoja dhe videoja që ne dham për atë djalë që ishte gjetur në Spillet është Enkrist Kola. Po, është vërtet. Ju jeni kushuriri e Enkrist Kolës? Jem një mik i afërt i familjes së tij. Të lutem, si mund të lidhemi me vllajin dhe me babain? Unë mund t'ju lidhin sekond dhe unë paraqitem në çdo lloj ku të më thoni ju nga Fusharzi. Mund t'i njoftosh dhe të nisen me urgjencë drejt Spilles, është qytetari Elton Kaja i cili i ka paguar hotelin, i ka dhënë ushqim dhe është ai duke e mbajtur të riun që ju po më tregoni që është pikërisht kushuriri juaj Enkrist Kola. Është 100% ai dhe nisem nga ky moment. Atëre urgjente Enkrist Kola. Atëre ky person që ne deklaruam ditën e sotme fatmirësisht është Enkrist Kola e në fakt ne e dyshonim, por vetëm një familjar mund na i konfirmonte dhe ky është lajmi më i mirë që ky 22 vjeçar nga Fusharza i humbur prej 15 shtatorit është gjetur tashmë. Edhe njëherë emër ju lutem, emrin e personit që po e mbahet në hotel. Atëre të lutem, nuk duhet ma mbyllësh telefonin. Jo, pamera. Ose të lutem, numrin celular që ndodhet poshtë ekranit na telefono dhe ne do t'i japim me njëherë numrin e dëshmitarit, e Eltonit, qytetarit që po e mban.
Tani unë nuk e di nëse Por mund do të ndihmoj ju, do të ndihmoj edhe Ersela pas kuintave. Ju, zotri, edhe njerë ma konfirmoni ju lutem, e keni parë foton dhe video që ne dham sot të transmetim? Unë sa po e parë, sepse një njëri imi ma dërgoj me foto, një pundi që ju live. Po? Dhe ma dërgoj me foto. Dhe aja është 100% qoftë sa aja është i vërtetit që keni parë ju dhe keni informacion ju, është 100% i vërteti Elke Skola. Atëherë është 100% i vërtet lajmi, sepse unë sa po bëra lidhje me Spillen vetëm për para pak minutave, ku qytetari Elton Kaja na i nxori dhe në kamër, djalin e ri që dyshohet. Ju lutem, edhe një herë na dërgoni nëse është e vërtet, mos na largohet nga vendi dhe ne po nisim deri nga pushtari. Atëherë të lutem, gazetarja ime Ersela apo Klaudia në këto momente të më hyrë në studio, sepse zotria ka marrë në telefon në tek ky numër dhe duhet i kaloj një numër pa e bërë publik. Mund të qëndrosh aty në linjë, të lutem, dhe këtë gjë do ta bëj gazetarja ime. Dikush mos u mbasim kohë, të hy në studio. Ersela, të hy në studio për të folur me zotrin, i cili do t'i kaloj me njerë në këtë transmetim live numrin e dëshmitarit. Është numri i dëshmitarit, Ersela ngri telefonin, unë jam me mikrofon dhe nuk dua ta bëj publik numrin, Elton Kaja numri, kaloja zotris dhe vazhdo pas kuintave për të arritur që të lidhet pikërisht kjo familje. Lajmi mirë që ditën e sotme arritëm ta identifikojmë pikërisht atë djalë të ri i cili kushuriri tregoi që është Enkri Skola që ne kërkonim. Mirë, do t'ju informoj edhe në ditën e vijim, pasi këtë gjë do ta ndjekim dhe me kamerën tonë deri në momentin që ai të shkojë dhe të bashkohet me vllajin dhe me babain. Por do të kaloj te historia e Aslan Ilis Llarit, 58 vjeçari nga Skrapari. Si ka humbur ai, dua të prezantoj në këto momente një kronik që ne kemi përgatitur për këtë 58 vjeçar dhe më pas vllai i tij Agim Isla Llari do më rrëfej humbjen dhe çfarë dyshon ai. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Prej nëntorit të vitit 2019, familja Ilas Llari jeton me sanktet të pasigurisë për fatin e 58 vjeçarit Aslan Ilas Llari, i cili ka humbur çdo kontakt me të afërmit. Vëllai i tij, Agim Ilas Llari, tregon se Aslani ishte larguar për të punuar si çoban në fshatin Kuq, në zonën e Skraparit, që nga ajo kohë ai nuk u përgjigj më dhe asnjë lajm nuk mbërriti në familje. Ditët u kthyen në muaj dhe muajt në vite, ndërsa shpresa mbetet ende gjallë. Familjarët dyshojnë se Aslani mund të mbahet kundër vullnetit të tij nga pronari i stanit ku punonte, një dyshim që rëndon edhe më shumë mbi familjen. Megjithatë, këto mbeten pretendime që kërkojnë verifikim nga autoritetet. Aslan Ilas Llari, i lindur në vitin 1966, me origjinë nga Skrapari dhe banues në Sarand, nuk ka qenë asnjëherë i martuar. Të afërmit e përshkruajnë si njeri të thjeshtë, të qetë dhe punëtor, që jetën ja kishte kushtuar punës të ndershme. Sot të vetmja gjë që kërkon familja është një përgjigje, një lajm, një shenjë jete. Ata apelojnë që kushdo mund të ketë informacion për vendodhjen e tij, veçanërisht në zonën e Skraparit apo në fshatin Kuq, të njoftojë familjarët apo autoritetet përkatëse. Kjo është historia e Aslanit, 58 vjeçari nga Tomorica, fshati Gradeci Tomoricës, i cili humbi kontaktet me familjen e tij në vitin 2019. Agim, mund të më tregosh, domethënë, si i shkëputi kontaktet? Tha do nisem për punë dhe fiku telefonin? Po. Në rast të parë ju falenderoj ju si gazetare, stafin tuaj drejtues dhe televizionin Raport TV. Të falenderoj dhe unë dhe uroj të kesh fatin e personit që sapo gjetëm. Tani, ky punonte në fshat, merresh me punë private aty, se ndërsoj njëra erdhi në qytet, në Çoravocë. Po. Ishte një grua, nuk mund ta them me emër, dhe ndërsoj tek Filani, tek Apostoli, do vesh shobana tjetër. Po. Punoi disa kohë atje. U shkëput, ka ardhur, ka marrë në fshatin prap ku ishte. Ku ishte në fshat Gradec, ka marrë atje, ka marrë prap dhe ka çuar në Kuq. Mbas sa kohësh flet vllai im i madh që është në Çoravocë, në lagjin peshator. Vllai jetonte i vetëm. I vetëm. Nuk ishte krijuar familje, nuk ishte martuar. Po, asnjëherë, jo. Asnjëherë. Jo. E qartë. Po. Edhe flet ky vllai im i madhi me pronarin, i thot ashtu është mirë që shtek. Vetë takon një herë hyn. Kështu i thot vllai tim, i thot unë thot do rri atje, thot. Nuk lëviz dot me qendë, thot. Po pse, thot vllai, thot. Unë s'të thot që ti të lëviz me zor, thot. A paguhesh? Nuk ka marrë lekë, thot. Lekë s'ka marrë, thot. 3 vite para që kam punuar, thot. Pas këtyre 7 viteve.
nuk ka marrë si lektot. Më ka dhe vetëm sa ka marrë në çorollotot e kam ikur. Gjatë këtyre viteve, ky dyshimet e mia si person, si vllai atia janë këto. Ai e ushqen me bukë, kaq, lek, ka folur edhe me kushirin tim, nëse doni numrin e telefonit dhe është me toq të qytetit Sarand. Qartë, jo, të besoj. Edhe tani Ju kam numrin dyshoni e Agim që ai vetëm ushqehet me bukë dhe ky person nuk e hap telefonin për përgjigjet. e ushqen me bukë dhe nuk i jep rrogë dhe shfrytëzon si krapune. Dhe si krapune. Kontaktin me ne si vëllezër, sidomos me mua, një nuk ka patur fare. Unë nuk e di tani të vërtetën, edhe vllai më thotë që është atje. Po mirë, ju nuk e kenë marrë mundimin të shkoni në fshatin? Jo, unë jo se kam marrë, drejtësisht. Ai vllai nuk e kam marrë guximin që të vetë të shkoj. Me shpresën e vllait të madh që më thotë që është atje. Po vllai i madh ka folur? Vllai i madh ka folur vetëm 1-2 herë kam folur thotë. Në këto 7 vite? Po. Pra, nga momenti që ai ka ikur nga shtëpia, që i bie nëntor apo tetor 2019, dhe sot që jemi fundi shkurtit 2026, ju keni folur vetëm 2 herë me vllain. Unë jo një herë si person. E kuptoj, vllai i madh. Po. Ai ka folur 2 herë, para 2-3 vjetësh, dhe më thotë që është atje. I thash, o vllai im i dashur, pse se thoi personit që të më nxjerri telefonin, më përgjigj një herë pronari para 4 vjetësh, dhe më thotë mua, do ta jap unë në darkë numrin se s'ka telefon. Prap nuk më përgjigj. Pra, pronari e ka konfirmuar për para 4 viteve që vllai juaj ka qenë atje, por nuk ua ka nxjerrë telefon. Nuk më nxjerr telefon. Po mirë, dua të pyes, dashur Agim, vllai juaj nuk është i aftë, le të themi, që të punoj dhe rrogën mos ta marri dhe... Jo, vllai im është shumë i aftë. Se mund të punosh një muaj, 2 muaj, 3 muaj, Ai ka punuar në Greqi. Jo 7 vite dhe... Nuk e di tani ti pse si zëror ashtu atë vëndit nuk kuptoj. Ai nana psikologjike është shumë në rregullt. Ai ishte edhe jeni me shkollë, ka mbaruar shkollën e mesme, mos gaboj, edhe është një edhe e greqisht, di edhe pak anglisht, di edhe pak serbisht. Edhe nuk e di edhe vetë, nuk e majroj dot. Pse ka përfunduar kështu? Pse ka përfunduar në këtë rrugë? Ka pasur ndonjë konflikt me ju si vëllezër? Jo, me asnjë nga vëllezërit kemi pasur konflikt. Ne si vëllezër kemi shkuar shumë mirë dhe shkojmë shumë mirë. Ai ishte një person aq i qetë, aq i dashur, si me ne me vëllezërit, edhe me shoqërinë, edhe nuk lëndonte njeri. Kjo është do më falni. Është e kuptueshme. Është një keqardhje, them tek vllai im, qoftë çdo shqiptar tjetër që pret një përgjigje të mirë, apo qoftë larg, qoftë edhe të keqe. Ndaj kam ardhur këtu në studio të flas hapur, me pastërti dhe sinqeritet. Për të mësuar të vërtetën e vllait. Të vërtetën që të dim, të dëgjoj zërin, ku je, çfarë bën. Jo, unë imagjinoj dot shumë mirë, kemi pasur edhe shumë fjalë, nuk mund t'i them me emra, po që shtek, thënë me bërin është larg. Me vërteta është që unë imagjinoj dot, unë me mendjen time, me logjikën time dhe me atë karakter që kam unë, them që ai keq trajtohet. Se nuk ka mundësi. Ne do qëndrojmë... Ka mbytur keq trajtimi ata që është ka ndalisur në atë gjendje ai. Ne do qëndrojmë i dashur Agim në studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi ditën e sotme unë do provoj në këtë transmetim live të marrë pronarin e tij, ku ju ngritë dyshime se ndoshta ai e shfrytëzon si krapune dhe është ai shkaku që nuk e lë vllain tuaj të flasë në telefon. Kjo është e vërtetë. Do e telefonoj gjithje me shpresën që ai zotri është duke na ndjekur, ai zotri nga Skrapari, nga fshati Kuçi i Skraparit është duke na ndjekur dhe uroj që të na përgjigjet ditën e sotme dhe ndoshta mund të na japi një lajm të mirë që Aslani, ky 58 vjeçar, është shëndoshë mirë dhe ndoshta vllai i tij dëgjon zërin ditën e sotme. Në studio dashur miq, ku në këtë momente jemi në kërkim dhe po flasim për historinë e humbjes të 58 vjeçarit nga Skrapari, Aslan Ilaslari, një 58 vjeçar nga fshati Gradeci i Tomorricës, që është larguar dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen përpara 7 viteve, nëntorin e vitit 2019. U nis për punë në fshatin Kuç të Skraparit dhe humbi çdo lloj kontakti. Me mua në studio është vllai i tij Agimi, i cili po rrëfen historinë e humbjes së vllait dhe dyshimet mbi pronarin se është ai që e shfrytëzon dhe nuk e lë të flasim me familjen. I dashur Agim, për shkak edhe të kohës, se kemi shumë kohë në dispozicion, më lejon që unë ta marr këtë zotrin në telefon? Po, patjetër. Atëherë zotrin nga Skrapari do e telefonoj në këtë momente. Uroj që të na përgjigjet nga ana tjetër e telefonit, të na japi një lajm, një informacion për të humbrin
që ne kërkojmë sot dhe me shpresëm për të zbardhur këtë të vërtet, dhe pse familjarët tregojnë që përpara 4 viteve ata kanë zbuluar se ai ndodhesh në këtë fshat dhe punonte si çoban. Punonte çoban tek zotëria, zilja po bie, regjia të më ndihmoj. Zotëria quhet? Apostol. Apostol. Po, vjemi nuk e di. Uroj që Zoti Apostol në këtë momentet na përshëndetje. Përshëndetje. Me Zotin Apostol nga Skrapari? Po, me Zotin Apostol nga Kuçi Skraparit po flisni. Kush jeni ju? Edhe unë jam Odeta Dume. Edhe unë nga Skrapari jam, gazetare. Qofsh me shëndet, kam ndjekur në emisione, kam shumë respekt. Urdhë fol. Të falenderoj. Në fakt, Zoti Apostol, jemi në kërkim të një zotërie me emrin Aslan Il Aslari. Ma thua edhe një të lutem. Aslan Il Aslari, një 58 vjeçar nga Gradeci i Tomorricës, po nga Skrapari, që ka punuar tek ju si çoban. Po. A keni ju informacion për këtë zotëri? Kemi shumë të plot dhe e kam akoma në shtëpinë time. E ke aty? Jo tani për momentin. A është aktualisht në shtëpinë tënde? Po. Është e babai im, jo te mua personalisht, te babai im. 2 gjetje sot. Dhe 4-5 vita, 7-8 nuk e di. Por të lutem, na jep një numër të babait të flasim me Aslanin. Babai im, të lutem shumë, është gati për vete 100 vjeç. Por pse Aslani nuk flet me familjen? Nuk të dëgjova. Pse Aslani nuk flet me familjen e tij? Kush tha? Po nuk flet, unë kam vllai në studio, Agimin. Po Agimi le dalit flasi me mua. Agim, fol me Apostolin, vllajin e ke shëndosh e mirë. Jo, Odeta. Po. Të lutem, dua të flas çik me ty. Unë jam në Skrapar tani në qytet, edhe për 3-4 apo 5 orë vetëm kuqe ta nxjerru nga thanet gjitha dhe... Të lutem Agim, ke Apostoli, thot vllajin e kam unë, te baba im, ke 7 vjeç që nuk i dëgjon zërin. Përshëndetje zotëri. Po, e di, edhe Agimi është komplet gënjeshtar me ju. E ke shumë gabim që flet ashtu, të lutem, fol mirë, se ti, unë kam kaq vite që i bie telefonit, dhe ti nuk më hap telefonit, të lutem shumë Apostol. Të lutem nuk më ke marrë ti, kur të më marrë të lutem shumë, unë që kam marrë të në studio, të lutem. Apostol, të lutem, që më ta kthejmë në konflikt. Unë s'dua të konfliktojmë as me ty, as me një njeri, edhe s'jam konfliktuar me një njeri dhe mësot. Nuk më intereson mua, se unë jam shumë i rregullt në çdo gjë. Në të ishin në rregull ti hap telefonin tjetër dhe përgjigjes tamam. Ti s'më ka hapur numrin e telefonit dhe tani më thoj Aslanin e kam në shtëpi. Apostol, të lutem, tregojmë pak qytetari se jemi të 3 nga Skrapari, të paktën tregojmë qytetari në këtë transmetim. Qytetari Odeta, e të kërkoj ndjes, dua të flas me ty. Me këtë nuk flas fare se ky merr shampen. Zoti Apostol, kam shar ty, në si mënyrë se kam edukat fare të përdor fjalë. E ke gabim. Unë t'jam lutur në telefon. Odeta, do më gjosh shtia, po t'jam mbyll shtia. Po jo, të lutem, nuk është ideja të mbyllim telefonin. I dashur Apostol, Aslani ka telefon? Vetë personalisht nuk ka. Po pse nuk ka një telefon? Do vetë unë sot në darkë. Po si fleta i me familjen, se më thej që ka kontakte me familjen. A i s'ka telefon, si fleta i me familjen e ti? Nuk e di që atë kanë informuar ty. Po ja pra kam Agimin, i cili nuk flet me vllajin e ti. O të lutem, a do më gjosh ti tani, lere ma te. Jo, pa i është vllaj, se a i është kryesori, nuk jam unë kryesorja. Beta e kam fajnun, ti më gjosh që shprej mune, po s'dollën këto, a ere më, nese më... Po të dëgjoj. Aslani nuk ka asot, as dje. Aslani do vete sot në darkun, po më detyron ti, jo a i, do të nxjerë ty telefon. Në qofë se a i ka hankesa për këte që Agimi ka ardhur ankohet, a here ti do më flasë mua ndryshe dhe unë do të them fala. Por pse, Aslani nuk do të flasi me Agimin? Jo, s'do të flasi, jo, më kupto. Po pra, por të lutem, Apostol, nuk ke pse më merr mua në telefon në darkë, duhet të marrësh Agimin, që Agimi ti dëgjoj zërin vllajt. Nuk është nevoja të flasim me Aslanin. O Odeta, a do më gjosh tani? Po të dëgjoj pra. A i ka dhe një vlla tjetër këtu në Çerovot, ka 2. Edhe unë sot piva kafe me vllaj. Si është Aslani, na i falë këput, na i falë, më kupto. Edhe jemi shumë okej, pa Agimi, pina e ngodrakia dhe në Sarana, më merë, mua fillon shane benë, unë ajo nuk ja hapa Agimi. Ke shumë gabim që fletëm këtë gjuhë. Me këtë gjuhë... Agim, të lutem, sa ko ke pa folur me Aslanin? Unë kam gati 6-7 vjeç s'kam folur fare në telefon.
E ke pyetur Apostol pse Aslani 6 vite nuk flet me Agimin? Telefone nuk ka. Jo. Ti si pronar, pse si ble telefon të komunikoj me vëllezrit? Po jo, ai ka lekë të veta, mu ta ble vetë telefonin. Jo, ai lekë s'merr. Do më djosh tani. Po si s'ka lekë, ai punon te Apostoli e paguan atë. Jo, nuk është kështu. Po Më ka thënë kushëri, më ka thënë vllai që lekë s'merr. Unë kështu e di. Unë ka marrë këtu në studio, ka marrë kot. Po pra, po, sepse ka thënë dhe të ka akuzuar që ndoshta ti e shfrytëzon vllain e tij për krah pune. Okej, në rast se mua Aslani, vllai Agimi që ka ardhur a shankuar, thot një llaf të keq na mua e erë do i mbajun gjitha përgjegjësitë. Se Aslani erdhi dije, nuk po them dije vërtet, ka ardhur vjet në këtë kohë në Çorovot e vllai i këtij, ka folur me Agimin, ka folur dhe me. Ka folur me mua. O çfarë thotë? Ja, mund t'i flasësh. Të lutem shumë, ka folur me mua me ai Aslani, e ke shumë gabim, pse ke një kaq më Apostol. Mos abuzo me mendimet e tua, të lutem shumë. Më thon ma që pinja në Godraki, unë që kam marrë në studio, kam lënë punën këtu e kam marrë këtu. E ke shumë gabim. Ti s'më përgjigjur mirë mua në telefon, unë thash do takohemi, ti e morën për ndryshe. Ajo që mua më bën habi, dy burra që zihen. Apostol, kur ai të ka marrë, besoj të ka marrë për vllajin, më nxirr vllajin telefon. Se nuk ja ke nxirr vllajin telefon. Unë konfliktua, më tha unë do vijin ditë të takohem, thash, ku e mori ndryshe? Unë nuk ka marrë të Po e ka vlla mua Apostol, do të flasi me vllajin. Ue të lutem, me bet do të kërkoj ndjesh, më fal. Po. Unë kur të thash në darkë, më kupto se unë nuk jam bashkë me atë. E qartë, po më bën përshtypje që një 58 vjeçar që punon, nuk ka një telefon që të flasi me vëllezrit e tij? Ty kështu të takon, po unë edhe sot... Po jo, është realiteti, kjo nuk është puna më takon mua, o Apostol, të lutem, se nuk po të akuzoj. Kjo është realiteti, ju më tha që ai nuk ka telefon, do shkoj unë të jap telefonin tim që të flasi me vllajin. Pse nuk ka një telefon? Nuk do të flasi vetë Aslani me familjen e vetë, do më në çfarë ka ndodhur? Aslani, nuk ka as grua, as fëmijë, as nena, as baba, ka vëllaz. Ka Agimin, ka Maksimin, ka Bardhurin, ka ata që. Dhe, dy vëllezër i ka këtu në Skrapak ku jetojmë ne, unë i takoj këtu sa herë që vi unë zëbras na fshati i qytet. Atëre të lutem, Apostol, numrin tuaj e kemi, edhe ti numrin tonë e ke, ne do mbetemi në kontakt dhe unë do doja shumë që në prezencën e pajgjuar që e mori këtë nisëm, Agimi të flasi me vllan, me zë e me figurë. Unë do të premtoj ty, deri me Agimin, të lutem. Po jo, se nuk dua të flas unë me zë e me kamër me Aslanin. Nuk e kërkoj unë Aslanin, e kërkon Agimi. Apostol, kuptoj qartë, e kërkon vllai, do vllai të flasi. Okej, Odeta. Po. Vllan këtu e ka e vitja marrja sjellë unë, ja sjellë aty ku esha i Sarat, të lutem, më dëgjoj. Unë dua të jemi qartë me ju. Se të thash, në darkë, unë do të marrë në këtë në qoftë se Aslani, vllai Agimi që të është hankuar ty, në qoftë se ai është edhe hankohet për mua që nuk e le unë të flasi me familje me e... Dakor, do pres telefonatën tuaj, Apostol. Do pres telefonatën tuaj në darkë dhe të përshëndes. Të përshëndes. Faleminderit. Agim, se po shkojmë dhe drejt fundit. Vllajin e ke mirë. E dëgjove Apostolin, është në shtëpinë time, tha, ka 7 vjetë që jeton në shtëpinë e babait tim. Në rregull. Punon aty. Po një gjë s'pranojnë, ky pse s'komunikojmë mua dhe pse ka marrë llafin për të shumë, do takohemi tash do flasim. Ky e mori ndryshe që ai s'ma ka hapur telefonin. Është e rëndësishme që tashmë ti të flasësh me vllajin dhe mos ta quash më të humbur dhe të dëgjosh zërin. Po kështu i bie. Kështu është, faktike. Kështu është. Pa i s'ma nxjerr telefonin. Do heqim edhe foton dhe pasaportën e Aslanit, sepse ditën e sotme u gjet edhe Aslani, fatmirësisht një ditë e mbar për pajgjurëm, e nisëm me historinë e një djali që e identifikuam në kohë reale dhe ishte Enkrist Kola që kërkoi në studion e emisionit Pajgjurëm, por dhe Aslan Ila Slari, ky 58 vjeçar që kishte humbur kontakte që prej 2019-s me Agimin, pronari i tij Apostoli e pohoi që ndodhet në shtëpinë e babait të tij dhe ndoshta në ditët në vijim do mundsojmë edhe një takim. Të falenderoj që të pata në studio Agim. Faleminderit. Mori një përgjigje sot pozitive për vllajin. Pozitive, po prapë i sigurt nuk jam për trajtimin që thotë ai, për të gjitha gjërat që thotë ai që thot Agimi thot prapozimi që bën ndaj ne. Fol mirë me vllajin dhe qartësoj gjërat. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne do takohemi së bashku live të hënën tjetër. Deri atëherë ju uroj një fundjavë të mbar.